pra, kjo di ka rëndonë qeverisë e mirë dhe qeverisë e mirë bëhet vetëm kur ti ka kontrollin mbi votën. Po s'pale kontrollin mbi votën, nuk ke asgjë, nuk qeverisë të mirë. Sepse ai që të ka bler votën, ai që ka vjedhur votën, ai nuk qeverisë mirë. Po pra jemi qeverisë, raport qeverisë e mirë, raport me qeverinë, po jo raport me opozitën. Kush është përballë qeverisë? I demokracisë është kjo, është fuqia e njerëzve, kontrolli i njerëzve mbi qeverinë. Parimisht njerëzit e dinë ato. Po se patën, po te drejta politike fillon ajo. Po njerëzit. Nëse fillon te vota dhe ti nuk del të protestosh për votën, për tjera janë pasoja, ti del për çdo pasojë proteston. Kur ti mund të bësh një protest dhe pasojat rregullohen gjitha. Po ka një arsye, domethënë ka një shpjegim pse njerëzit nuk protestojnë për votën. Ndoshta mënyra se si raportet flasin, që janë as mish as peshk. Thonë gjithmonë një hap përpara apo pozitive, domethënë gjysmën e fjalisë kanë roz, gjysmën e fjalisë kanë të zezë. Ishte SBA-ja doli. Edhe kur është e zezë fare. Domethënë ka një arsye pse njerëzit se në perceptimin e njerëzve, votat dhe interpretimi i zgjedhjeve janë gjithmonë interesa partijake dhe komente politike. Njëri i bën të shkëlqyera, tjetri i bën të shkatruara, domethënë dhe të degraduara. Dhe njerëzit thonë, këta flasin, kanë interesa politike, nuk e sheh veten pjesë. Domethënë dhe diçka ne kemi bërë gabim që njerëzit nuk e shohin veten pjesë të proceseve. Domethënë se njerëzit e dinë më mirë se ne se si votojnë. Se nuk e kupton fuqinë që ka për qeverisë për kontrolluar qeverinë, pra, se kupton. Nuk e kupton, mendon që kjo është e paravendosur. Se kupton, pa diskutim, po ne i themi për ditë është e paravendosur. E ka, sa herë ka zgjedhje. Ne dalim dhe i themi për ditë toni, është e paravendosur, nuk ikën, është e ka me krimin, e ka të... Domethënë ne veti kemi... Ne themi që ai s'bën zgjedhje. Ne themi që ai s'bën zgjedhje, ne themi që ai ka të marrë. Ne themi që është e vështirë të mua, po. Ne themi që askush nuk mund të fitojë përpara atij. Dhe nga të besoj ai që pas ka fuqi me ndru. Dhe probabiliteti maksimal kur s'ka zgjedhje është që ai që kontrollon zgjedhjen ti fitoj. Po, kjo është për pasojë logjike. E gjithë demokracive, regjimeve hibride, se s'është demokraci. Regjime hibride siç është ky, që zgjedhjet janë sa për sy faqe dhe rezultati dihet, kjo është një autokraci që është regjimi hibrid sot modern. Këto dihen që zgjedhjet bëhen sa për sy faqe fiton ai, por nëse njerëzit do luftonin për drejtat e tyre politike, minimalisht do të ronditej. Shiko Vučić që fiton prapë zgjedhjet po të bëhen. Por regjimi i tij sot është telendisur në sytë e serbëve, në sytë e ballkanëve dhe në sytë e gjithë botës. Dalin 350.000 vetë. Janë dy gjëra të ndryshme. Domethënë çfarë njerëzit mendojnë dhe si njerëzit votojnë. Këtu njerëzit nuk dalin kur ju ngrihet çmimi i bukës se nuk kanë ujë. Tirana sot, shekullin e 21, s'ka ujë. Edhe ky pretendon do na çojnë në Bashkimin Evropian. Tu problemi kryesor është njerëzit po qelben. Këtë duhet dirë. Edhe këta fillojnë edhe justifikojnë 13 vjet projektet që i kanë marrë më përpara. Domethënë, këtë që thotë Eltoni është thelbësore. Njeriu ka një kontratë me atë që e qeverisë. Prandaj jemi në demokraci. Ne nuk duhet japim hapësira sepse është kundër nesh. Nëse ne nuk reagojmë, nuk është çështje partie kjo. Kjo në radhë parë duhet të jenë opinioni publik që dali atje dhe partitë. Po zot Nesho, po ne zgjedhjet i kemi bërë thellësisht vetëm politike. Edhe njerëzit nuk duan të bëjnë politik. Njerëzit edhe kur votojnë nuk duan të merren me politikë, përgjithsisht. Zgjidhin vetëm në një kontekst tjetër, se sigurisht mund të ketë interpretim. Janë partijake në kuptimin shumë janë partijake, po në fund të ditës janë e ardhmja e tyre. Dhe njerëzit duan të rinë sa më larg politikës në përfshirje, në angazhim, në komente etj. Bën zgjedhje partijake. Po pa dyshim, pa dyshim. Që duhet sigur nga zgjedhjet përfitojnë vetëm partitë. Zgjedhjen sepse po se kështu është. Është e thjeshtë. Zgjedhja ta kthesh në këtë gjë. Do një qeverisje që të vjedhi si po të vjedh nga dita në ditë. Ashtu e duan shqiptarët. Ashtu e duan. Ashtu e duan. Jo, apo e kanë çdo raport, sapo e the. Apo zoti Nesha që shqiptarët e duan spagun. Te apo janë ngeleni. Se pastaj do duket sikur. A e votojnë spagun 80% masë. Rëndojmë opozitën. Spagun prej 10 sekond. Po mirë sekond. Unë di më çimi. Një sekond. Unë po them raportet, sondazhe nxjerrin spagun 80% për çëshmërim. Tani si mund votosh një subjekt i cili 80% ka bërë punë të jashtëzakonshme dhe ti është po prap 80% zgjedhje për një subjekt politik që të vjedh. Vetë se gëzojnë, domethënë me skin fare gëzojnë për se çfarë bëri ai tjetri.
Kush? Duan viktima. Duan viktima, më është cirkus edhe është tjetër gjë. Gladiator. E tham atë, e thash dhe unë atë që duan... Fajin e ka shqiptarët për manipulimin tjetër. Jo, se kam, jo, nuk thash atë, jo. Po them, nuk e kam fajin shqiptarët. Reagim, vlasim për reagimin e shqiptarët. Shqiptarët reagojnë ndryshe kur vjen për të votuar. Kemi një popull që voton. Se sondazhi votosh o Çimi tani, nuk është se s'është votë. Si voton edhe përveç sondazhit, domethënë voton. Po pra, kemi një popull që voton ndryshe për arrestimin e politikanëve që i vjedhin dhe kemi po një popull që voton me fjalë ndryshe kur shkon puna për të votuar për Hajdutin. A kupton, këtu është në konceptin tim është Hajdutin. Atëherë lere Hajdutin, mos kërko as arrestim me Hajdutin, se ti je bashkëpunëtor me Hajdutin, nëse e voton. Jo, ka dhe problem. A kupton çfarë po them? Ka në sens logjik në gjykatën. Ka dhe një rast tjetër. Po. Berisha se ka bindje dhe është në përplasje, ka qenë kritikët vazhdimisht në Spakun. Po, vetëm është partia e dytë. Rama, që e ka strategji, po se nuk është në konflikt në Spakun, e ka sulmuar sistematikisht. Syt me gjak, çfarë s'u ka thënë? Ka pas rast edhe me libër shtëpie. Njëra parti e parë, tjetra parti e dytë. Ke nga këto parti të re me pa konsumuar, ke për i tyre që thoshin ne jemi spakist, partia e Spakut, merrin dhe kalamaj dhe shkonin bënin video fushate para Spakut. 130 vota. Tani cilë sondazh do t'i besoj? Sa e këto sondazhet. Tani, partitë e Spakut morën 130 votë. Partitë anti-Spak Si po lidhim votat me çastin që kanë me Spakun. Vetëm ju mendoni që njerëzit do votonin ata që ishin pro Spakut. Po tani më shumë se sa ata që ishin kundra Spakut. Po në qoftë sondazhet janë 3% Spakut, njerëzit, do të thonë. Po një sekondë, në qoftë pro Spakut. Në qoftë ky është popull spakist, zyrtarë lartë. Ti voton partitë antispakiste. Tani o sondazhet ose ti mirani. Mos je partia antispakiste fare. Nuk po them. Ti e Spaku, po i njëjtë institucion që ti e ke votuar me 80% dhe ka pëlqyeshmërinë publike 80%, një institucion të thotë ty se kjo qeveri është nga më të korruptuara që ka pas Shqipëria ndonjëherë, sipas arrestimeve, jo sipas standardit. Se standardi me arrestimet kanë e ka misioni OSBE-s në Shqipëri. Më thuaj sa shqiptar e dinë se dhe ne shumë vonë kemi mësuar se kush është roli i tyre që e vlerëson kaq shumë. I treti për para gjithë institucionet tjerë. E kupton? Nuk po them ambasada amerikane, se mund ta bëjnë ashtu, por i treti OSBE-ja, misioni OSBE-s i treti. Do më thënë, këto janë krahasimet. Pas Spakut vjen misioni OSBE-s. Do më thënë, unë t'jap që a 0,1% nuk e din se çfarë detyre ka misioni OSBE-s në Shqipëri. Dhe pse është vetëm në Shqipëri, pse s'është në vendet e demokracisë tjera, pikërisht se ka Shqipëria problematik. Është diskutuar disa herë mos jetë. Është i treti në Shqipëri që votohet. Pse? Ja, këto janë sondazhet që po themi ne, se kur ti kap shtetin, si përfunduam ti kap, ti kap kur fillon kap shtetin, ngritja i kolegu jo, po fliste për Spakun që vlerësojnë shumë sondazhet. Ne po flasim tani për sondazhet që në shumë raste... Ju besoni që njerëzit nuk e besoni, nuk e vlerësojnë Spakun. Është e kundërta nga ajo që thonë sondazhet. Nuk kanë vlerësim për Spakun. Ka një mbështetje popullore për Spakun, ne nuk e dim sa është. Po kur vjen puna për arrestoni atë qenin, kur vjen puna për të xhepin e tyre, fillon ndryshon komplet perspektiva. Thotë ky qeni, kur vjen puna te puna, te këto tjerat më duhet. Tani duhet ta ndajmë, pra si ka mundësi që jemi ndar nga ndahet interesi me kë devijon pak ato bisedën a është votë e lirë njerëz, ti e merr votën të Amerikanëve që është e lirë, dhe vota e lirë për mendimin tim. Shkon kundër mbështetjes. E heq Shqipërinë, ja më fal. Jo, Anton, fal. Tirana jo e lirë, nuk po them totalisht. Një sekondë. Kuptime të qenit i lirë. Shikon zgjedhjet sot. Paska shikimin çimit. Zgjedhjet gabim po prit ata ndota se Vora është me Tiranë? Po. Pjesa e selitës vogël është me Tiranë? Ka të njëjtin grup çakullojnë. E gjitha administrata është në terren e presionit. Presione nuk e di. Tatimet janë në çdo lokal duke shikuar. Tatimet i morëm qaf lokale dhe besoj se ka qenë një nga veprimet tatimet. Kjo lirimi hapësira publike është para zvesohet direkte me tatimet e lokalet, se i thotë ikesh zhdukur se ti u s'kam lokal për te. Duke fol para zgjedhjeve. Po para zgjedhjeve. Ka biznes në Tiranë, biznes të madh në Tiranë. Ka oligark të madh që para sa të investohet në zgjedhje politike me staf, me biznesi klienteliste sa dush. Nuk i bën algoritm me tatimet?
Si që ka Tirana e lirë? Tirana është, jo është lirë. Tirana është kulmi i korrupsionit. Korrupsionit po. Korrupsionit që por bandat, gjykimit i organizatë kriminale, nuk po flasim për individ tani, tek tuk tani. Janë oligarkët që bëjnë detyrat përpara. Prit mos e do të diel diku. Një sekond. Ti bandën e ke kryeministrin, çfarë thu bandat? Nëse ai merr telefonin dhe i thotë shikoni, mua më duan kaq vota. Ti ke kaq shkulla. Kullat në Tiranë çfarë janë? Nuk janë vota? Vota. Kullat në Tiranë kush i ka? Gjithë i kanë. Gjithë i kanë. Paratë e drogës nuk janë kullat në Tiranë. Një sekond. Paratë e drogës nuk janë në kullat në Tiranë. Një sekond. Paratë e kullës nuk janë. Të drogës po janë. Janë. Gjithë Shqipëria. Dhe nuk është krimi në Tiranë? Prit më është. Tiranë, ti do thua që është më intelektual si sot, po krimin zgjedhor po flas. Krimin e zgjedhur. Po krimin e zgjedhur morton si janë dhënë otoni. Vetëm muajin e fushatës. Krimi organizuar vetëm muajin, jo, vetëm muajin e fushatës, në rast se ka ndikim të krimit në zgjedhje, është Tirana. Ja t'jap faktet. Vetëm gjatë muajit fushatës janë dhënë 13 lekë kullash. Kredi, prit, një sekond, kredi në bank 0. Bilanc vjetor fitim të kompanive që i kanë marrë 0. Nga erdhën legët, janë pastrim parash. Ata me çfarë do t'i këmbejnë këto favore, përveç parave që kanë dhënë? Me impakt tek njerëzit. Ne nuk e dim se, shiko, këtu është i fortë i Vorës. Aty është i fortë i Baldushkut. Aty është i fortë. Ore, ku ka fortë gjithandej. Po, në Tiranë ky fenomeni. Deri kush me kallash sot. Patjetër. Sot do të dhe me kallash. Nuk do është dilja këtu. Sot këtu është interesi im guxo dhe afro. Patjetër. Me grupe influencë edhe pakulla kështu ka funksionuar. Ma vetëm paletët se tani nuk do ndryshojë. Tani më thuaj ti mu. Një fjali do më për çfarë duhet t'i japin mandat? Më mirë. Për çfarë duhet t'i japin? O Çimi, ty çat kanë bërë? Pse flet për tjerë kështu? Ty çat kanë bërë këto biznesmen? Mos më ka bë asgjë. Më thon ja nis nga vetë ime. As fortot, s'u kanë bërë gjë. Lagje ti. S'kam se të bëjnë tash. Po jo më edhe kur kam qenë pa qenë media pa ardhur tek ju. Në studio, po flasim më parë. Çfarë kanë bërë ata më çfarë kanë bërë? Ha, çfarë kanë bërë? 3 muaj para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit. Kam pas më shumë tatime se gazetar këtu. Po, e drejtë. Më shumë tatime se gazetar. Po ti se nuk e përkul. Po sigurisht jo. Po ka qenë. Po ti tash do të gjithë bëjmë betejë, or njerëz kanë hallë. Është tjetër gjë. Ne jemi media. Po flas për qytetarë të tjerë. Tani më thuajti mu PSD-s se kryetari i Akademisë së Shkencave, PSD-s së Tom Doshit. Për çfarë do të japin mandat Tiranë që nuk ka interese ekonomik? Absolutisht po drejtë. Ku i siguron interesi? Po se Shkodër çfarë interesi ka? Po prapë se ekonomikë se ç'është. Jo po se më the për Tiranën. No, thash tjetër për gjithë Tiranën. Parat maksimale të krimit janë Tiranë. Aty ku janë parat e krimit në zgjedhje, aty është ndikimi më. Më le se më pe vëngër që në fillim edhe nuk desha të ndërprisa se thash ka editorial mbas kësaj. Prit. Nëse thua që nuk kanë dalë. Të lash editorialin ta marrë. Tiranë s'kan dalë me kallash. Jo, nuk po them. Ka plumba bakri, po ka edhe plumba. Elisa diku tjetër, se unë